Nëse keni përkrah një person të drejtë dhe të ndershëm, me siguri i përket njërës nga këto 3 shenja të horoskopit. Nëse bëhet fjala për një karakter të drejtë, këta përfaqësues të zodiakut janë pikë referimi. Luani. Luanët janë persona jashtëzakonisht të përgjegjshëm, me një ndjenjë përgjegjësie të lindur dhe marrin gjithmonë role leadershipi, kanë shumë influencë mbi njerëzit e tjerë, si me anë të fjalëve ashtu edhe me veprime, por nuk i përdorin këto aftësi të tyre për t'i dëmtuar të tjerët, gjithmonë të impenjuar për të ndërtuar gjëra të mëdha për veten e tyre, shqetësojnë gjithashtu edhe për ata që i rrethojnë në mënyrë që të zhvillojnë potencialin e tyre. Këta persona gjykojnë në bazë të asaj që është e drejtë dhe nuk kanë interes t'i bëjnë keq askujt. Karakteri i tyre është ekzemplar. Peshorja. Peshorët meritojnë një vend në këtë listë sepse janë persona të fortë dhe të ekuilibruar. Nuk janë perfekt dhe janë të ndërgjegjshëm për këtë, por punojnë gjithmonë për të qenë një version më i mirë i vetes, duke balancuar pikat e tyre të dobta dhe të forta dhe duke u impenjuar seriozisht në marrëdhënien e tyre. Mund të jenë të vrasht, por kanë edhe ndjeshmëri. Dinë si t'i vendosin objektivat, por edhe kur është momenti t'i mbyllin gjërat. Mund të mendojnë për suksesin e tyre, por nuk i bëjnë dëm askujt për t'i fuqizuar vetë. Janë bashkëpunues fantastik. Akrepi. Akrepët ndodhen në këtë listë sepse përveç karakteristikave si vendosmëria dhe personaliteti fort, është jashtëzakonisht besnik dhe nuk heq dorë kurrë nga ajo që dëshiron. Lufton për atë çka do dhe nuk i lejon padrejtësitë. Me një karakter të mbrojtur me forcë, Akrepi beson se veprat vlejnë më shumë se fjalët, prandaj ditë pas dite dëshiron të ndryshojë botën për mirë, duke vepruar gjithmonë me drejtësi dhe duke respektuar hapësirën dhe kohën e të tjerëve.